E para e punës duhet ta di çdo kush kur përmendet qafarja e Hatixhes, nuk vojt fjalë për ndonjë qafare që ka kushtuar 10.000 euro, 20.000 euro. Ka qenë diçka shumë e thjeshtë. Ndoshta në vlerë të pareve, të monedhës, s'ka kushtuar hiç. Ka qenë diçka që është lidh me jetën e Hatixhes. Është lidh me atë që gjithmonë i dërguari i Allahut kur e ka pa ata, është kujtuar tek Hatixhi. Dhe këtë qafare, në mungesë të kushteve për dhurat, Hatixhia radiallahu anha ja bën vajzës së saj, Zejnebit. Dhe Zejnebi e ruan me shumë kujdes këtë. Fanatizëm thellë. Ka qenë diçka shumë me madhe ka qenë. Dhurata e nënës. Është e papranueshme kur dëgjon teksa një unaz nëna e ka lënë një vajzë dhe e shkon e shet, ose e humb, ose nuk e ruan. Këtu ka mungesë bajgi të madhe të respektit. Dhe tani atë e mban Zejnebi. Pejgamberi alayhis salam sa herë që e shihte në qafën e vajzës, ja kujton të Hatixhes. Islami, pranimi i Islamit, vendi ku ishte martu Zejnebia, sprovohet buri i Zejnebes, jo musliman. Jo këtu, të mbaroj historia, del në luft, kundër pejgamberit alayhis salam. Dhondri. Në luft zihet rob. Dhondri. Zihet rob dhondri. Dhondri i të dërguarit Zotit, por që ka ardhur të luftoj të dërguarit. Këtu flasëm për dy gjëra që janë treguesi dashurisë së madhe. Kërkohet pagesa e lirimit të robërisë. E kupton? Gjëja më e shtrenjtë në jetë që e posedonte Zejnebia ishte kjo qafare. Tani për të liruar një tjetër të shtrenjtë nga robëria, burin e saj, dhe kërkohet që gjë tjetër s'ka. Problem është kjo qafare. Dhe kjo qafare për të liruar të dashurin. Kalo pak atje. Atje kalo pak. Gjendje lufte. Nëna ka ndru jetë. Buri është rob. Tani, atë që i ka rujt me fanatizëm duhet të nxjerr nga qafa. Për kënd? Për një të dashur tjetër. Edhe kjo qafare në shenjë lirimi nga robëria bie në dorët e kujt? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mas një kohë bajgi të madhe bie në dorë pejgamberit. Suna e kupton ti vëllau jem bie qaforja në një rrugë komplet tjetër. La ilaha illallah. Diçka shumë e madhe, shtrenjtë, që mban aromën e Hatixhes, që të kujton Hatixhen, edhe bie në dorë të dërguarit të Zotit. Gjithë ato vujtje që i ka hek që ti i kam, çajtore. Duhet domethënë tani për këtë me shlu robin. Por ama pejgamberi alayhis salam në kontroll. Në luftë nuk kishte dalë vetë. Ishte komandant, ama nuk kishte dalë vetë. Ishte në shoqërinë e sahabëve. Edhe shkoni të dërguari i Zotit. Ajo më e bukur dhe më e mira është se e merr mendimin e sahabëve. Nuk e shfryzon rastin që është lider, me thonë, e di çka lironi këtë dhëndrin tem. Çfarë boni? Çfarë jetu bon? I thot, duke ju fol, çfarë ka në dorë, çfarë i kujton, jo përmend sahabëve. Në atë moment nuk ngelet sahabi që nuk emocionohet nga ngjarja që ju përmend pejgamberi alayhis salam, çfarë ka në dorë. Dhe krejt një zëri japin vendimin që të lirohet në këmbim të kësaj, edhe përsëri qafarja të kthehet kujt? Të kthehet pronarit të saj. Kjo ishte tregues i madh edhe i dashurisë së Zejnebit, edhe e dashurisë
të pejgamberit alayhi salatu wassalam ndaj Hatixhes, dhe krejt kjo ndodhi pasi që kishte ndruar jetë Hatixha. Se dikush thot, jo, harrohet, jo, dashuria për hir të Zotit nuk harrohet, për edhe mend nuk të qetë. Mashallah. A dashuria, jo në emër të Zotit, harrohet në momentin që. Kjo është ajo që Shumë e qartë. duhet ta kemi parasysh.